kthehej në living tani është po, Baby G, po merr. O Baby G, po shkule moj ata rushin. Nuk është në shkollë. Po shkule moj fort. Ama Kristi, ndihmoje pak. Bravo Kristi, jepi aty, bravo. Unë I buy my own teddy bears. Ta dha pra, e shikon, ja. Ja, merr edhe një për krusitën, se si dihet. Okej, super. Ja, ta merrte mendja Monika që të gris Kristi ashtu? Është nga Vlora ai. Okej. Atëherë, ndërkohë që të gjithë reatohen në dhomën e ndenjes, dua të flasim pak tani për një tjetër dinamik brenda shtëpisë. Brikena. Po? Shiko kush erdhën. Erdhën 2 të vegjlit e bolit. Po ne bolin e dishim beqar. Pas ka dalë me shkatër. Si do t'ja vëm emrin këtyre të vegjëlve të bolit? Ose kanë ardhur bolat e vegjël. A Brikena. Shiko, Ledion. Po. Ledion njëri me dorë mos e ta ketë Bolito. Po. Tjetri bolut. Ose Bolino. Ledion, më duket se ma para do bëhet çift boli se sa unë. Po thash? Po ti e ke dorë, o Brikena. Kjo është pak po e sigurt. Electric Von, o Brikena. Po jo, mua më bëri përshtypje se si nuk i vajti në mendje Mateos që të merrte një bol të vogël, meqense me bolin e madh nuk është se zgjidhni këtë vegjlin. Prandaj them. Ne kanë marrë bolin e madh sa gjithë ato të vegjlit. Prandaj pra po them Mateo, se mbase me që funksionojnë me bolin e madh, mos do ndonjë bol të vogël. Ja. Po, për juve dua të flas tani Mateo dhe Brikena, pikërisht për le themi raportin që keni gjatë këtyre kohëve, ditëve tjera me radhë. Di për shembull që Mateo ka qenë goxha i frymzuar gjatë këtyre ditëve, a Mateo? Se ti e di që unë shoh 24 orë Big Brother vënçes. Ka qenë çështje momenti, ku ke ngarkesa, strese, ndonjëherë ke nevojë të çlirosh diku. Dhe ti çlirove aq bukur se unë s'arrita do ta lexoja nga kamera çdo fjalë të asaj poemës a poezisë që shkruajte në italisht, që i mankerebbe. Mateo shkruan poezi në italisht, kështu që të lutem të përgjërohem. Mere pak atë poezinë. Në siklet në thënë. Ama, ata një kot. Dgjoj, nëse ti nuk ishe siklet të bëje serialin, këtë e bën. Ku e ke? Shko mere pak të lutem. Unë gjenje, po hajë. Po e shkuj për vetëm ta. Okej, ndërkohë regjia të bëj gati një bazë që të na futi pak në mood. Dhe natyrisht kamerat vetëm tek Brikena, t'i lexojmë dhe gjithë poret gjatë këtij momenti thelbësor televiziv, ku Mateo shkon në këtë pikë të raportit të tyre. Ke emocione Brikena? Me tregu drejtën pak po, se nuk e prita. Se nuk e di qa ka shkruar. Po, edhe ajo po. Të siguroj unë nuk është nga ato poezit Guarda le luna, la sole, nuk është nga këto. Jo. Jo, tamam. Guarda la luna, guarda le stele, jo s'është nga këto. Gati Mateo? Pas ka shkruajt la huta. Gati si jam, po. Pasiklet. Po s'marrë veç italisht. Po s'ka problem, ai që e kupton. Gjua e dashurisë është universale. È iniziato tutto come se fosse un gioco. Ho iniziato ad avvicinarmi poco a poco. Anche per me è difficile, non so se lo sai, ma sappi una cosa, bugie non te ne ho detto mai. Non so cosa senti perché non sono nella tua testa, ma so che quando ti vedo negli occhi vado fuori di testa. Piano. Anche se i tuoi gesti dicono molto, so che nei tuoi occhi vedo il mondo. Non so se mi ami, forse mai lo saprò, ma non ho paura di esprimermi, anche se per l'amore mai vissuto scriverò. Sikleti, i qim nga dhe Do zoti e kena biletën me kres. Besojnë. Do ati që për kene djosht.
Atë Lidion, unë deshta me thonë diçka. Lucia. Unë deshta me falenderuar shumë Mateon për këtë letë. Qualcosa di grande tra di noi che non potrai scordare mai. Nemmeno se lo vuoi. Është më i bukur se ri. Era spektator tuj. Po, Atëherë, shumica se Lidion, kuptojnë. unë deshta me thonë një fjalë, tash. Deshta me falenderuar shumë Mateon për këtë letër edhe për çdo gjaz, çdo respekt që e bën ndaj meje në këtë shtëpi. Unë me tregu drejtën jam shumë e lumtur që ja kam jep një shans për me njoftu Mateon se çdo ditë më shumë dëshmon që është një djalë i mrekullueshëm edhe thjesht edhe nëse dal sonte ja uroj gjithat mirat edhe normalisht e pres me një ufjaftë. Shansës s'ke me gol. Sidoqoftë, duhet thënë që nominimi i Brikenës ka ndryshuar disi raportin e tyre gjatë këtyre 72 orëve të fundit. Brikena i ka thënë që po të rri pak larg këto ditë për shkak të nominimit, por disa nga banorët, veçanërisht Juela, ka një shpjegim të sajin original për largimin e Brikenës nga Mateo. E shohim. Alo, Alessio. Sa i përket Alesios, jam kurajtare tani. Do të hapim një televotim mes konkurentit të vetëm Artan dhe Luiz dhe konkurentit të vetëm Brikena dhe Miri. Po, si ti prapë distante, po, ta shumë se ç'duhet. Nëse të voja sa mundi për shumë, sa ulet i larg. Me që ku drejtën, nuk nuk ka qitje se doja qitje me tona që ju aprovë Jam bajtë e thjesht. Jo, si. Jo, pështet, unë veç jam pështet. Kështu që pështet të ti në qofse dënë, se unë veç jam e pështetne. Unë jam grua shtëpie, tha. Po, jam bajtë e thjesht. Në qofse ti më shenë si gru shtëpie, mirë në rregull, faleminderit për komplimentin. Së është aty të bu me Brikenin. Po kështu më lagurisht të komplet. Të një në çudita, më thënë drejt. Ajo s'pranoha se vëllë ju afër. Kur nuk ja shef ti thjeshtësinë Brikena. A shumë vajzë një, po sa besoj. Si afru je ullë tut, kam thënë ullu ki krevati tjetër, si që kam thënë edhe tjetrit, për çfarë problemi ke ti? Çfarë problemi ke ti? O, mëre gjina që s'pari do të figur. Nuk bezdisin që i ka ta provokime këto punje që hedhin për Brikenin. Unë kom lind fakti, kam lindur. Unë kam lindur fakti. Ajo flet me këton vetë, më kupton, sepse po i pëlqeu ma veti me diko, po e tërheqi, flet. Aje pati, gjera e grua shtëpie. Unë ta thash, 80-20. 80 je grua shtëpie, 20 je parti gjera. Po më së më fol mu për parti, po. Jo, ai 20 që mund të bëjnë shumë i fortë. Diçka nice, kemi kohë, që na të buka do vinë. Po, vini natash, se Brikena ka pëlqim për tjetër kel. Bravo, ti ku e mësu që ish pantallonat para Vini natë, se punave. unë jam lëdu si gjuhë trupit perfekt. Ku me jeti jeri për qafim, që të pengon ty që më thu mos më prek mos më afro. Se këtu të bi shumë kontradikt me vetën. Ç'lidhje ka? Brikena pullnaja. A dënuj? Vjondit, kena bot vala. Më banë veshur sytet e Alesios, sepse ndoshta mund t'i pëlqej Alesio. Si që të bukur, Unë helen, në qofë se Brikena pranon që ka kimi me Alesio. Vetëm pranimi. Jemi në një situatë të caktuar ku Mateo ka bërë çdo gjë për këtë vajzë. Brikena që mban gjithë meshkujt e shtëpisë nga 20 metra larg, qohet tani dhe përqafon Alesion. Juela, po e nis me ty? Atëherë, Lidion, gjithmonë Brikena ka thënë që unë meshkujt e kësaj shtëpie normal i mbaj larg edhe nuk përqafon asnjëri. Ideja ime është që kur Mateo gjithë këtë periudhë ka demonstruar një afeksion, një pëlqim, një ndjenjë që mund të ketë për Brikenën, do me thënë e ka tregu veten e vet, Brikena i ka dhënë një përqafim kur ne kemi patur performancën në Prime me kërcimin ton. Dhe kur unë shikoj një banor të ri sikur Alesio, që mund ta quaj një party boy,
nuk e di. Egzotik. Vjen, do me thënë aty ka qenë një moment ku ai është prekur për një rast që ka tregu të vetin personal dhe Brikena, do me thënë, unë bërë edhe aty batutën dhe Brikena u zgju, i dha dorën para, pastaj u kthy dhe u çu prap nga divani dhe i tha dhe edhe e përqafoj. Do me thënë, unë aty u habita, i thashun pse do të përqafoj Alesion dhe mos me përqafu Mateon që i ka demonstru shumë gjana, më shumë. Kjo ishte këndvështrimi im, do me thënë. Tash, unë realisht jam pa fjalë se mas pari në ato momente ku unë jam qu dhe i kam dhënë as nuk ka qenë kështu përqafim, po thjesht e kam ka pak përqafe Alesion, ka qenë se Alesios ju mushën syt me lot, se tregoj për i shok të vetin që nuk e ka më njetë, ju mushën syt me lot edhe shkoj në banjo për agja. Edhe parë se me shku mu dhem të shumë që ju mushën syt me lot, se unë vetë personalisht e kam humbur një shoqen time, edhe thjesht në atë moment u qova si person njerëzore i dhash një përqafim. Unë me Alesion, si me gjithë me shkujtjerë, kur janë avyt ke shtratimi, kam thonë, a mush me ndryshu shtratin edhe Alesio është këtu që mundet me ta thonë shumë mirë që unë asnjëherë nuk e kam lënë më ul ke shtratim Alesion. Alesio është një banor i ri, kështu që unë me tjetë banori kam 50 ditë këtu mrena, nëse vim banor të ri, unë kam qef me nejt, me fol me boj laf muhabet, si e kam bë me Markon, si e kam bë me Alesion, kur gjë ma ndryshe, kur gjë ma shumë, kur gjë ma pak. Edhe për këtë arsye, unë thjesht kam fol dhe nuk kam bë kur gjë ndryshe. Siç ka fol dhe Mateo me gjithë gocat tjera, për shembull ja ka prek flok Gretës, ose ka kap hopa ato, ka nejt me ato, ka nejt me këta tjetrën, unë nuk është se kam bë ndonjë gjë ndryshe, ose jam kap, kam nejt tërkohë. Po, e kam vënë në re, po që unë nuk shoh kur gjë të keqe me nejt dhe me fol me bë muhabet me persona tjerë këtu mrena, se jemi me i shtëpi tash çfarë themi, se Luizi ka nejt tërkohën, i mshelun lavanderi me Gretën, atëherë këta dy kanë ndonjë gjë shumë apo çka? Se tash nuk më duket fare normale kjo gjë. Si e komenton ti? Unë e komentoj kjo vajzë thjesht siç e tha vet, ishte një muhabet që më pyeti mu për emrin edhe mu ku ja thash, s'kam qenë me folta se më doli çiklot dhe ishte një gjë njerëzore që kjo më dha një përqafim shoqëror. Pra, ti nuk e ndjer vetë një lloj ku di unë? Jo, paske ndiju më shumë se unë se shoh ashtu. Tash gjithsesi. Po si të duket komenti i Juelës atëherë? Tash Juela ka drejt me fol çfarë don, po flas për veten time. Ai ka komentuar. Komenti im, Olegion, dy sekonda. Alesio, si e komenton ti komentin e Juelës? Tash po më lani një sekondë. E cila përtej atij momentit të përqafimit, po ka thënë edhe që Brikena vë syzet e Alesio ose gjëra si këto. Pra, unë e shoh një sekondë, thjesht unë unë thosh se kjo vajzë është modele dhe i pëlqejnë gjërat. Kur shef ti diçka trendi, diçka, por nuk e shoh ndaj gjë kaq që e qartë. Mateo, si e shikon ti? Unë nuk është se nuk e kam vënë re, domethënë kur Brikena ka qenë duke bërë muhabet me Alesion afër krevatit apo jashtë. Më shumë bezdim kanë vënë kunjat e banorëve, provokimet, jo ta mori, jo ik, jo shikoje qa po bën, si po e bën. Në fundit, atë flasun. Për mu nuk ka hapësira fare për xhelozi, ndryshe dhe kisha shpreh. Më shumë se xhelozia, për mu mund të i fakti respektit, se fakti aty të përqafimit, si të themi, që mua ma bëri kaq vështirë dhe dikuj tjetër, se tush mund t'ja këtë bërë kaq lehtë, edhe pse në mënyrë, sikur ti kur je për lot që nuk kemi qenë të fortë dhe ka marrë atë tjetër, kështu që nuk ka lidhje fare kjo gjë. Edhe veç një sekond, unë këtu mrena nuk i kam premtu kujt gjë, nuk është se unë me ty jam pusur të kam premtu diçka, unë nuk kam kurfar pëlqimi për Alesion. Alesion e respektoj si çun, është shumë çun i mirë. Alesio ka jetën e vet, unë këtu mrena nëse qëndroj do i njoh si banor, si njoh gjithë tjerë banorët, por që unë nuk kam kurfar pëlqimi për Alesion, edhe Alesio nuk është, domethënë nuk është tipi personit që unë e shoh afër ose në gjë të tillë. Thjesht si person, unë thjesht jam mundu me njoft, edhe as nuk e kam ul ke kreveti im, as nuk kam bë kur gjë. Ky u emocionu për një gjë shumë njerëzore, kanë të i dal lot edhe unë thjesht në atë moment ndjeva me bën një gjë njerëzore. Monika. Nuk shoh asnjë gjë të keqe, faktikisht unë më vjen keq që e shikojnë përqafim se sapo u përqafua Brikena me Mateo, që në fakt ishte pak e vështirë, ndoshta përpara se të lexonte poezinë Mateo mund të isha skeptike për të thënë që Brikena i mban të gjithë larg me zi edhe në shfaqjen që bën në atë baletin e famshëm. Po komenti i Juelës si të duket atëherë, meqense nuk shikon asgjë. Ishte domethënë talente një lloj shije të tillë, por shkrirjen që bëri Brikena tani në këtë moment pas poezisë me Mateon
mua mu duk normale dhe një lloj shkrirje akush. Pastaj, sa do vazhdoj apo s'do vazhdoj më, kjo është për tu parë dhe shikoj një tentativ nga Mateo, i sinqert, konsistent, për të qenë afër Brikenës, pavarësisht që edhe Brikena do kohën e vet dhe s'ka asgjë të keqe. Arper, ndërkohë, Juela ka qenë shumë afër Brikenës, ka patur u bën tashmë disa ditë që marrëdhënia e tyre nuk është më e mira, edhe për shkak të futjes së Rogerit aty. Si e shikon ti këtë situatë? Pra komentin e Juelës, a ka baza apo jo, apo është një mënyrë e Juelës? Jo, unë shikoj që ka baza. Për mua janë dy gjëra të rëndësishme. E para është që kanë filluar të shkrijnë akullnajat, dhe e dyta, a janë shkrija akullnajat sepse në lojë është dhe nominimi? Këtë mbetet për ta parë. Se që shkrirja ka fillu dhe kush janë arsyet e shkrirjes unë nuk e di, po loja do ta tregoj. Unë me qëri shafru ma shumë me Mateon, unë me Mateon kam qenë jo, se keme nëzitim ti? Nuk e keme nëzitim ti, jo, vëmendje një duke e marti. Se keme nëzitim farat pundi. Jo, më fali sekund, se unë nuk lejoj me keq kuptu në këtë mënyrë. Se Mateo, sa arë ka net me vajzat tjera, ja ka prik flok të si ka ka popa, se na i gjo, tash ky me dalë që për shamu, dhe me thoni ka vetëm shoqe, e unë qëri dhe flas me të, thjesht si banor i ri që është në shtëpi, unë me dalë që kam me gjë me Alesion, ose me dalë që jo, në ato momente është një gjë njerëzore. Në ato momente është një gjë njerëzore. Në ato momente është një gjë njerëzore se është për lot për i person që nuk e ka më njeri. Mirë pa po të bëj një pyetje. Dakor. A mund të të bëj një pyetje? Rje pak Arbrin. Të të bëj një pyetje. E para njëra ajo që thashun nuk ishte definitive, unë e lasht hapur, mbetet për t'u parë, a ka të bëj nominimi apo jo. Po të bëj një pyetje, se ti thuaj që ajo që bëra unë ishte njerëzore. Po pse gjatë gjithë saj kohe nuk ishte njerëzore për shkakun për t'i dhënë një përqafim Mateos? Apo u do të koreografia gjysmë me zor? Me që po flasin për njerëzillik. Me që po flasin për njerëzillik, themun. Jo, ka me herë përgjigjen. Unë me Mateon, kur ka ndonë surpasë, me ndonë surpriza, ne as nuk ina konë të afrum, as kur gjë heqë, dhe me thoni kam pas halo hatër mbetjet, edhe jam konë halo keq për situata që pa të ndodhë. Edhe në ato momente nuk e ndjesha mjab një përqafim, i thash po për mundësim për ta njoft, nuk e ndjeva mjab një përqafim. Unë, personalisht që kam përjetu humbjen e një shoqësime që nuk është më, në ato momente a i tha që nuk e ka më atë shokun e vetë, u përlot, edhe unë si person njerëzor jepa thjesht i përqafim, por që janë dy gjana komplet ndryshme. Okej, të mos ripërsërisim edhe një herë historinë. Në anën tënde, pra Brikena nuk e pranon kurse si që të ketë një lloj diçka më shumë. Thelbi nuk ishte që Brikena po flirton me Alesion apo Alesion me Brikenën, por thelbi për mua ishte që Mateo, unë duke i pa kretë mundimet e Mateo që kam pa këtë kohë, do t'kisha vlerësu edhe nga ana e Brikenës, ndoshta një përqafim, po pa tjetër njerëzor, sigur ja ka zënë Alesion. Mos e ndro filmin sa herë që e shikon që bëhet malore, Juela. Po pse? Po jo, pra Juela jo, se këti i thua Mateos që ajo nuk ndjen të njëjtën gjë për ty, ti besoj vetes tënde, këtej do kishe dashur po sepse unë vit dyshime. Juela, e dëgjuam çfarë the, mirë është të shiko, e di cila është më saktë cili është sekreti i të ecurit përpara në këtë lojë, të mos përgënjeshtrosh veten. Pra nëse ke thënë diçka aty te dhoma e rrëfimit, po e përgënjeshtrosh. Ledion. Po. Kush? Unë. Unë kam dhe bullo gojë për zotin. Veç i sekund, edhe një gjë tjetër, a mund të them vetëm edhe një gjë tjetër, se unë para një dite, do me thonë kam qenë Debanaku dhe Juela ardhe më tha, oa Brikena, nuk e di se çfarë po ndodh, dhe këta po e keq kuptojnë se ti ke një flirt me Alesion, nuk e di se si mund ta thonë gjë. Është e njëjta që shkon, do të thonë në rrëfimin dhe këto gjëra për e kuptova. Luiz, të lutem me një fjalë duhet të bëj diçka të rëndësishme. Me një fjali, të lutem, dy, o Ledion, janë dy versione, dhe po i them të dyja, dhe ky që i pretendon Juela është shumë i shëmtuar për mendimin tim, sepse të krahasosh një përqafim që i Brikena mund t'ja japin
Alesius, po më letë gjas më dha, ta krasosh me këtë përqafim që i pa me ne, ashtë komplet nata me ditën. E para puç. E para puç. Duro më dha, jena njerëz. Edhe kjo e në përqafoj kameramoni, i të shkuishim të dalë. Po mos i nga trojti gjane. Duro. Kjo e versioni parë, që e version shumë i shumë duhet me një Nuk kanë kasu nga ta kja gjatë tjetër. Versioni dytë, po ja marrë pjesën ku ala Arbrihap. Kam kënë, mua ty ku është Brikena ka kënë kam, dhe unë kam kënë për balë saj, dhe i kam thani kaq. Mu më dharë shumë keq kërë kam po në televizor, që ka ngell Mateoja, jashtë për surprize, që ti nuk i dhe pak të një thash një përqafim, që për ty i thash, nuk ka sta si gja, për atër dojnë shumë. Por u rëthash që mos ta përdorsh kur t'jesh dominim se do t'a keq interpretojmë, dhe ja që ndolli. Kot për kuriozitet, për para se të bëj diçka të rëndësishme, Brikena, a je penduar ditën e surprizës që nuk i ke dhënë një përqafim Mateos atëherë? Ledion, unë e kam thënë që e kam merituat për qafim, po në ato momente me qenë se nuk kam pas afirmitet, as nuk kemi qenë duke fol me Mateon, se surpriza është i papritur, në atë moment nuk e kam ndjetë, thjesht jam pas siklet, nuk e kam ndjetë. Po që e kam meritu, me jepi për qafim, ja kam thënë, që ditën tjetër. Do të bëj diçka shumë të rëndësishme tani, është momenti për të mbyllur zyrtarisht televotimin mes Mirit dhe Brikenës.